I droguar në timon, i kërkuar dhe ilegal, 32 vjeçari shqiptar i bën zbor karabinierëve, disa të plagosur i gjenden edhe karabinierët italian rrezikuan jetën gjatë ndjekjes së një 32 vjeçari shqiptar me precedent penal dhe që drejtonte mjeti në gjendje të droguar, teksa mbetën të lënduar në fund të aksionit, që u kushtoi edhe shkatrimin e 2 mjeteve të kazermës. Gjatë kontrollit të riut u gjetën një sasi kokaine dhe mbi 8.000 euro kesh, ndërsa ndaj tij kishte urdhër kërkimi dhe gjithashtu i dëbuar nga vendi, por kishte hyrë ilegalisht më pas. Ngjarja ndodhi në 15 nëntor në zonën e Ponte San Giovanni dhe Città di Castello. Shqiptari do të akuzohet për posedim të narkotikëve me qëllim shpërndarjen, rezistencë ndaj një zyrtari publik, sulm, mos respektim të urdhrit të rihyrjes dhe drejtim mjeti në ndikimin e narkotikëve. I riu pikas fillimisht duke drejtuar përgjatë rrugës shtetërore SS Trebiz, pranë lagjes së Città di Castello. Ai nuk ju bindu urdhrit të oficerëve për të ndaluar dhe iku në drejtim të Perugjas, i ndjekur dhe nga ekipet të tjera lokale që kishin mbërritur për të ndihmuar. I dyshuari menjëherë ndërmori manovra shmangëse që rrezikuan sigurinë e të tjerëve, duke goditur njëra pas tjetrës 2 automjete të karabinierëve dhe duke vazhduar tik derisa doli nga rruga. Ai u ndalua menjëherë nga karabinierët ndërsa përpiqej të ikte, por fillimisht rezistoi përpara se të neutralizohej. Gjatë hetimit pasues pas kryerjes së një kontrolli personal dhe të automjetit, të dyshuarit ju gjet në posedim të 21 gramve kokainë të fshehur me vete. Këto u sekuestruan së bashku me 8.500 euro në parat gatshme, që besohet të jenë të ardhurat e mundshme të krimit, dhe automjeti që ai po përdorte. Pas hetimit dhe ekzaminimit mjekësor, oficerët pësuan lëndimet leta, ashtu si edhe 32 vjeçari, i cili pasi u nënshtrua testeve toksikologjike, u zbulua se kishte drejtuar automjetin në ndikimin e drogës. Lidhur me të kaluarën e mundshme kriminale të mëparshme të individit, hetimet e mëtejshme të kryera nga karabinierët zbuluan se individi ishte subjekt i një urdhri aresti të lëshuar nga Prokuroria Publike e Forlit për sjellje të ngjashme të rënda kriminale kundër personelit të policisë rrugore në Fano në 7 nëntor 2019, informon media italiane. Ai u largua nga vendi ngjarjes pasi shkaktoi aksidente rrugore dhe shkaktoi lëndime disa shumë të rënda tek qytetarët. Gjithashtu, shqiptari t'u gjet se kishte shkelur ndalimin e rihyrjes në Itali pas përfundimit të formaliteteve të kërkuara. I arrestuari u dërgua në burgun e Perugjas Kapane.